Këtu jemi në shtëpinë e Dajës, e djegur në kohën 99, shtëpia Kull, ku ka qenë baza e Serbisë. Këto vrimat këtu përballë dritares qëndroshin për të shikuar gjatë luftimeve për Bri, përpas u fushpamje. Si shikohet çdo gjë është e djegur, e vjedhur. Kjo ka qenë dhoma kryesore kur ishin serb. Janë të shkruar fjalët serbisht që thojnë tuja toks serbe, si dhe këtu ma tanë, vdekje shqiptarit, tu lufta është e prekshme, pasojat e asaj, edhe pse ka shumë, të thuj se gati 4 vjet, 5 vjet mas lufte. Këto e kanë bërë shtëpit, serbët, si pjesë e ftyrës ligjësisë tyre kundrejt shqiptarëve. Dalim në krahun tjetër. Ky krah ka qenë pjesë që tregonte luftën e Koshares, e ndodhur në faqet të malit ku duket Kodrat, përtej këtyre shtëpieve. Betejë e Kosharit, që ka hyrë në histori si betejën e madhe, diku më tutje, nga 100 metra janë varret e Kosharit. Janë dhe këtu. Për shembull të kemi, në qoftë se duhet pa mirë, është imazhi i Skënderbeut, por i modifikuar si dashakeqës. Kemi prap shenjat serbe dhe këtu. Mas ikës nga shtëpia e Dajve, të vllajt të gjyshes time, ato kanë ndjekur gjithë shtëpinë, 3 kaçe, dhe janë larguar me shpejtur, sepse trupat të UÇK-s kanë qenë në ndjekje të këtyre. Kjo ishte një pjesë e betejës. Zbresim për poshtë në katin e dytë. Shihet çdo gjë është e djegur, por kjo është një pjesë e atyre çarshifet që është e prishur dhe poshtë pothuajse është shkataruar çdo gjë nga predha. Tani e vetëm të reportazh me pamjen e përgjithshme të shtëpisë të Dajve, të vllajt të gjysheve. Kemi ardhur thjesht për njësit. Çdo gjë është shkatëruar. Dhe këto e mbyllim me pamjet.